Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Zbulohet sekreti. Soda e bukës është shpëtimi për flokët tuaj, ja se si ta përdorni. Flokët janë pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë i rëndësishëm për paraqitjen e jashtme. Ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe ushqyer kështu flokun tuaj. Soda e bukës është një nga produktet që gjen përdorime të pafundme, nga pastrimi deri te shëndeti i organizmit. Ky produkt gjithashtu mund të përdoret edhe për shëndetin e flokut duke nxitur atë që të rritet më shpejt. Brightside tregon mënyrën më të thjeshtë të përdorimit të këtyre produkteve për efekte të menjëhershme. Si ta përgatisni trajtimin e flokëve me sodë buke? Përbërësit që u duhen janë: 1 lugë gjedhe sodë buke, 3 lugë gjedhe me ujë, 1 lugë gjedhe uthullmove, 4 lugë gjedhe me ujë. Përgatitja: përzjeni të dy përbërësit e parë. 1 lugë gjedhe sodë buke, 3 lugë gjedhe me ujë, derisa të formohet një pastë e njëtrajtshme. E vendosni në flokë të lagur nga rrënja deri te majat dhe e lini në disa momente. Më pas e shplani me ujë të bollshëm dhe më të freskët. Pasi të keni bërë këtë hap, përzjeni uthullin e mollës me ujë dhe përdoreni për të shpëlarë fundet e flokëve tuaja për më shumë shkëlqim. Vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokut janë të larmishme. Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe jep shkëlqim. Së dyti, ajo e bën flokun më të fortë dhe stimulon në rritjen e tij. Soda e bukës rigjeneron flokët e dëmtuar duke i bërë ato më të shëndetshëm dhe plot me jetë. Por më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndërsa përpara përdorimit duhet të këshilloheni dhe të siguroheni që nuk jeni alergjik ndaj saj. Uthulla e mollës nga ana tjetër është një produkt natyral i shkëlqyer për shëndetin e flokëve. Ajo përmirëson shkëlqimin natyral dhe jep flokut një paraqitje të shëndetshme sepse ka efekte pastruese nga mbetjet e ndryshme që akumulohen kryesisht edhe në rrënjën e tyre. Flokët janë në pjesa më e brishtë e trupit dhe shumë e rëndësishme për pamjen tuaj të jashtme, andaj kujdesi për to duhet të jetë në maksimum, gjithashtu edhe për të evituar gabimet që mund të bëni edhe në paraqitjen tuaj. Soda e bukës ka efekte të larmishme për mbrojtjen e flokut tuaj. Ajo është një produkt i zakonshëm që mund të gjendet pothuajse në të gjitha kuzhinat. Është shumë e dobishme, kështu që mund të përdoret si në ushqim, ashtu edhe në pastrim. Por më tepër, soda ka efekte të ndryshme shëndetësore dhe terapeutike. Kjo do të thotë se ka aftësinë të parandalojë rënien e flokut dhe të stimulojë rritjen e tij. Soda e bukës vepron si një shampo natyrale sepse mund të pastrojë flokët. Ajo shërben si një zbutës sepse mund të zbusë flokët. Siç mund ta shikoni, ky përbërës ka përfitime të jashtëzakonshme për flokët tuaj. Pra, pse nuk e përdorni atë në vend të shampos suaj së zakonshme? Soda stimulon rritjen e flokut. Në fakt, soda e bukës mund të pastrojë plotësisht flokët dhe t'i bëjë ato më të butë dhe më të shëndetshëm. Pastron flokët nga toksinat. Nëse flokët tuaj janë plot me toksina dhe kimikate, kjo gjë do të pengojë rritjen e flokut. Soda pastron flokët në mënyrë efektive më shumë se çdo shampo tjetër, por kjo nuk është e gjitha. Ajo gjithashtu do ju ndihmojë të hiqni papastërtitë e tepërta nga floku juaj, gjë që ju lejon që të keni flok të shëndetshëm për një kohë të gjatë. Eliminon klorin e flokëve. Klori mund të dëmtojë flokun tuaj, gjithashtu mund të ndryshojë ngjyrën e tyre. Soda heq klorin nga flokët duke parandaluar dëmtimin e tyre. Eliminon mbetjet e dëmshme të flokut. A i dini se çdo xhel, shampo ose llaku i flokëve të mbetur mund të ndikojë mbi flokun tuaj duke bërë atë më të yndyrshëm. Soda e bukës mund të pastrojë flokët tuaj natyrshëm. Është një prej përbërësve më të dobishëm në përmirësimin e ndjeshëm cilësor të flokut dhe heq çdo mbetje balsami ose shampoje dhe siguron një shkëlqim të qëndrueshëm të flokut. Një recetë shampoje që mund të përgatitet vetë në shtëpi. Gjithçka që duhet të bëni është të përzjeni ujë me sodë buke në raportin 3:1. Mbani në mend se sa më gjatë të jetë floku, sa më shumë shampo duhet të përgatisni. Në veçanti është e këshillueshme të përzjeni 6 lugë ujë me 1 lugë gjethe sodë buke, nëse keni flok deri te shpatullat tuaja. Ju duhet të filloni të përhapni përzjerjen nga rrënja e flokut deri në skaje dhe ta lini disa minuta dhe më pas ta shplani atë me ujë të ngrohtë. Do të habiteni nga rezultati. Soda do të pengojë rënien e flokut, do të mbështesë rritjen e tyre dhe mbi të gjitha edhe rigjenerimin e tyre.
Nëse jeni praktikues të mjekësisë alternative dhe jeni të vendosur për të shmangur efektet e produkteve të mbushura plot me kimikate dhe trajtimi i flokut me kimikate, kjo mënyrë do ju sigurojë rezultate të pabesueshme pozitive. Përzieni 1/4 e lugës të sodës së bukës me 1/3 e gotës së ujit. Nëse keni flokët të gjatë mbi supa, përzieni 2 deri në 3 lugë sodë buke me 3 deri në 4 lugë me ujë. Doza varet nga gjatësia e flokut. Përzieni mirë përbërësit së bashku, aplikojeni masën e krijuar nga rrënja deri te maja dhe e lini të veprojë për 3 minuta. Më pas i lani flokët me ujë të ngrohtë. Masa e përgatitur do të rigjenerojë flokun tuaj, do i jap shkëlqim dhe do të fillojë që të rriten më shpejt. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë në dukjen e flokut tuaj. Ajo mund të japë efekte të mrekullueshme edhe për pamjen tuaj të jashtme. Ju mund të përdorni atë për të pastruar gjithashtu edhe për të përmirësuar dukjen e flokut, por soda e bukës është një nga produktet më të mira, të cilat mund t'i japin shëndetit tuaj edhe një raport të cilësor për dukjen e saj. Soda e bukës është një produkt i zakonshëm që mund t'i japë rezultate fantastike edhe në pastrim. Ndërkohë, soda e bukës mund t'i japë rezultate të mira edhe për fytyrën tuaj dhe për dukjen tuaj të jashtme. Soda e bukës mund t'i japë rezultate më të mira në trajtimin e problemeve të lëkurës dhe mund të cilësohet gjithashtu një aleat i mirë për shëndetin tuaj të jashtëm. Nëse shpenzoni shumë para për produkte të shtrenjta për fytyrën dhe për flokun më të bukur, atëherë kemi një lajm të mirë. Është koha që t'i thoni lam të mirë përfundimisht të gjitha produkteve që përbos se janë të shtrenjta, kanë edhe shumë kimikate të dëmshme dhe në vend të tyre të zgjidhni alternativa të duhura. Në këtë video do ju sjellim disa trajtime natyrale që do ta bëjnë flokun tuaj të duket i plot dhe me shkëlqim. Soda e bukës. Soda e bukës ose sodë bikarbonat, e njohur ndryshe si një ilaç natyral, mund të trajtojë shumë probleme të lëkurës, citon Brightside. Soda e bukës është një pastrues shumë i fuqishëm i fytyrës, jashtëzakonisht efektiv në largimin e qelizave të vdekura të lëkurës, papastërtive dhe yndyrnave nga lëkura, në parandalimin e shfaqjes së akneve dhe hapjen e poreve të fytyrës. Në mënyrë që të përmirësoni ndjeshëm cilësinë e lëkurës, duhet të provoni maskat e mëposhtme me sodë buke dhe të bëni që të keni një lëkurë më të shëndetshme, të butë dhe plot me shkëlqim. Nëse doni flok me volum, plot me shkëlqim, atëherë përdorni shampon me sodë buke. Sodë buke në kombinim me ujin. Nëse dëshironi të pastroni lëkurën tuaj, merrni pak sodë buke në dorë dhe shtoni pak ujë të ngrohtë. I përzieni derisa të krijohet një pastë homogjene. Lagni lëkurën tuaj me ujë të ngrohtë dhe aplikoni këtë maskë në fytyrë me masazhe me lëvizje rrethore. Pasi ta keni aplikuar, e lini maskën në fytyrë për disa minuta dhe më pas e shplani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë. Sodë buke në kombinim me lëngun e limonit. Kombinimi i limonit me sodën e bukës është i dobishëm për disinfektimin e lëkurës, për pastrimin e lëkurës së yndyrshme dhe për reduktimin e shenjave të plakjes së saj. Përzieni 2 lugë gjethe sodë buke me 1 lugë gjethe sheqer të imët, kafë dhe në një filxhan i përzieni të gjitha. Mbusheni çerekun e filxhanit në lëng limoni. Përzieni përbërësit derisa të jenë të kombinuar mirë. Lani fytyrën paraprakisht dhe pastaj butësisht aplikoni një maskë në lëkurë. Sodë buke me vaj kokosi. Vaji i kokosit është shumë i dobishëm për hidratimin e lëkurës. Kombinimi i sodës së bukës me vajin e kokosit do të pastrojë dhe zbusë lëkurën tuaj. Kjo përzierje është shumë efektive në trajtimin e lëkurës së thatë dhe lehtësimin ndaj inflamacionit të lëkurës. Për ta bërë këtë maskë, ju duhet të kombinoni sasi të barabarta të vajit të kokosit me sodën e bukës. Pasi t'i kombinoni përbërësit, e aplikoni maskën në lëkurën tuaj. E lini për disa minuta dhe e shplani fytyrën me ujë të ngrohtë. Shampo me sodë buke. Përzieni sodën e bukës në ujë në raport 1:3 dhe më pas e përdorni atë si shampo për flokun. Kështu do të krijoni një mbrojtje më të mirë në dukjen tuaj të flokut dhe do të evitoni gjithashtu edhe problemet e njëpasnjëshme të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.